Kryebashkiaku i patosit Fation Duro ecën në të njëjtën linjë korrupsioni që i la paraardhësjet i Raimonda Balilaj. Parat e infrastrukturës ndahen me tendera të manipuluar, ndërsa bashkia i ka rrugët si në Gaza. Rruga e Kripallarëve është dëshmi se si ka shtrirë këmbët oktapodi Yzedim Bozhaj në buxhetin e bashkisë Patos. Nga dhjetori 2024, kur u miratua buxheti në Këshillin Bashkiak deri para disa ditësh, kanë vazhduar veprimet në Prapasken. Në qershor 2025, kur Kryebashkiaku Duro e bëri publik rikonstruksionin e kësaj rruge, banorët të zonës komentuan se ky projekt nuk ishte i domosdoshëm. Ka rrugë të tjera që janë në gjendje më të keqe. Njëri prej tyre sjell një shembull, rrugën e Rersit. Megjithatë, dikush i uron suksese. Kështu nisi të rrokulliset plani i kësaj rruge të premtuar që kushton mbi 400 milion lekë. Kryebashkiaku e la në harrez disa muaj dhe u kujtua për prokurimin në fund të vitit të kaluar. Tenderi i bashkisë Patos me objekt rikonstruksionin e rrugëve të Kripallarëve është mbajtur më 2 dhjetor 2025 dhe më 23 shkurt 2026, shendelli SHPK me pronar Yzedim Bozhajn do të shpallej fitues. Megjithse, kishte ofertën më të shtrenjtë. Kompania e tij aplikoi me ofertën 33 milion lekë pa përfshirë TVSH. Komisioni i ngritur nga Fation Duro u kujdes që të eliminonte konkurrencën.